Gati jemi të ndëruar shikues, pra këtu fillojmë lojën autogol. Gati është Ismet, mund të fillosh. E nis lojën Ismetit, shohim se sa gola do të arriti shënoj Ismeti, i cili gjatë tërë jetës së tij është marrë me futboll. 2 gola, 4 tentime, 2 gola, 5 tentime, 3 gola për Ismetin. 45 sekonda deri në fund. Ja kushti 4-ti. Ja kushti dhe goli 5. 30 sekondat e fundit Ismet. 6 gola. Edhe një tentim, tani pasak. 6 gola ka shënuar Ismeti, 7 gola tani. Ismeti për ndryshe një prej futbollistëve që ka qenë shumë i rrezikshëm në goditjet e dënimit. 10 gola për Ismetin. 11. 5 sekundat e fundit Ismet. 3, 2, 1. 12 gola. 12 gola të Ismet Munishit dhe ekipit të tij. Dardani, Bujari dhe Agani, jemi gati apo? Amani të pështu? Gjithçka është gati, ta presim tani edhe kandonin, filloj edhe sfida për ekipin Çolner. 5, 4, Shkojmë Bujar. E nis lojën Bujarit, shohim se sa të sakta do t'i ketë, sa autogola. Bravo Bujar. Ja ku është goli i parë, do të shënoj 12 apo më shumë herë. Bujari. Bujar frizura. 1 gol deri tani. 40 sekunda i ka mbetur dhe në fund Bujarit. Ja ku është goli i dytë, ka nevojë pak për përkrajën e juaj Bujari. 30 sekunda dhe në fund, 1 gol apo 2 Bujar. 1 gol për Bujarin, na më thej. Jo, 2 gola e. Ja goli i tretë. Ja i 4-ti edhe 15 sekunda dhe në fund. 5 gola. 6 gola. 7 gola, mos e prej grupin Dardan. Jo, se prego. 8. 9 dhe merë fund gjithçka. 12 me 9 për Enis, për Ismetin. Se Enisi nuk është lojë. Shumë ofër ishte edhe ekipin Çolner. Bravo Bujar, por Leva sta 5 sekunda vesh. pra këtë sfidë e fitoi ekipi i Medës. 22 me 15 është rezultati. Publiku i dashur. Se Meda Ismeti ja vëdej lojën. Ismeti fitoi lojën. Edhe unë ku pasu pak, e. Edhe unë ku pasu. Unë me thonë,